Përshëndetje miq, sot po t'rregoj se si përgatita unë agreti që quajnë këtu në Itali. Se në gjuhën shqipe akoma nuk e kemi gjetur fjalën e dur. Shumë më kanë shkruajtur bisht gomari, barqepe, algadeti, mjekra e murgut, mjekra e priftit, po si përfundim një emër ashtu si duhet, jo. Prandaj nëse i dini na shkruani, këtu quhen agreti dhe janë shumë të shëndetshme. Mu shpesh i blej, këto i kam bler 2 euro tufën. Falenderoj të gjithë për përgjigjet që keni kthyer. Aq sa dinit si puna ime keni kthyer përgjigjen. Kjo është e baristja e këtu quhen agreti, po të them të drejtën nuk e di në gjuhën shqipe. Unë nga këto italianet kam mësuar se nuk i dija fare ç'a ishin këto. I lajm, i pastroj, më heqim atë bishtin e fort në një tenxhere me ujë të bollshëm, hedhim pak krip. Unë këto, domethënë sa i fus në ujë i nxjerr, nuk ka nevojë që t'i japim asnjë val, jo, që të mbajnë atë ngjyrën jeshile. Domethënë 1 minutë, jo më shumë. Në një digan hedhim vaj ulliri, 2 thepa hudhër. Nuk është në një vështirësi që t'i përgatisim, të pak durim kur i pastrojmë t'i heqim bishtin. I shtojmë, mbasi i kemi futur tenxhere, i heqim nga tenxheria dhe i hedhim në digan. I shtojmë dhe 1 garush dhe ujë dhe përfundojmë zjerin 2-3 minuta në digan. Janë shumë të mira, provojni, pak piper, unë ves për piper, i hedhim në një tas, 4 euro këtu gjithsej, 1 dorë, lëngun e 1 limoni, po të doni hidhni në djath parmigiano, po më pëlqen aroma e barishteve. Ju përshëndes, ciao ciao!